duhet më friksu për Albin Kurtit, që u diskutu deri tash, për shkak se Albin Kurti u provu. U bon 4 vjetë u provu dhe gjatë këtij viti, thonë që i blokoj institucionet, na ka një herë i nënvlerësojmë qytetarët e vendit, në fakt një varformen, u mendoj që janë shumë atë vetëdijshëm edhe janë shumë ma të matun këtë kuptimin, se ata dinë mi analizu edhe mi vlerësu rezultatet për shkak se e provojnë në gjepin e vetë, e provojnë shumë thonë shportin e vetë çdo ditë. Edhe nuk besoj sot që në 28 dhjetor, lëvizjave të vendosje, unë mendoj që kome pas ramje. Kome pas një ramje, tash sa kome qenë ramje, nuk halon nuk më me ditë, për shkak se e varet pak edhe fushata pak e lunë rolin e vetë. Edhe një sen doni me pas parasysh. Nuk është Bedri Hamza i non shkurtit, njëjtë si Bedri Hamza i tashit. Çka e dallon? E dallon për shkak se Bedri Hamza sot është lider i Partisë Demokratike të Kosovës, e udhëheq Partinë Demokratike të Kosovës. Nuk është njëjtë si me qenë me pas liderin e ti me qenë si një barë si listës, edhe si me qenë lider e udhëheq si partisë. Për shkak se përgjegjësia sot Bedri Hamzës i bjen një 1000 herë ma shumë, ose 1000 fish ma shumë, se që u konë me... Pra e thuni që ka me mundu ma shumë Bedri Hamza? Normalisht që ka me mundu ma shumë, për shkak se Bedri Hamza tash, Bedri Hamza kryon... E zgjedh vetë ekipin. Absolutisht, e zgjedh ekipin e vetë. Tash ka fillu mirë i paru disa probleme që janë shkaktu prej kryesisë të vjetër. Ato janë në shtatë pa qëllim janë shkaktu, por kanë qenë disa gabime. Ato kanë qenë gabime dhe panë që janë gabime, po edhe i kushtun në zgjedhjet lokale. Ka fillu mirë i paru, që kjo është një puna e parë e tij, e cila ka efekt drejt për drejt në elektorat, për shkak se nëse e afron tash zotin Ladrovci, në fakt e ki mobilizu komplet prap bastionin tënë, e ki mobilizu në shtatë ma shumë se që ka qenë përpara. Që janë dikun 40.000 vota në drenasë ma shumë, 50.000 e zisojnë votash. Mirë po, kur të bëhen këto veprime, kjo ka efekt drejt për drejt të votusi, të elektorati. Jam shumë i sigurt që veprimet ngjashme ku me marr edhe në për tjera komuna. Edhe në për zona tjera. Në Rahovec, në Prizren, në Suhareke, në një pjesë madhe në aton, për shkak se Bedri Hamza prapë është një kohë gjatë në politikë, ka qenë afër 2 liderëve kryesor të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka qenë edhe ka qenë me pozita udhëheq, se ka pas pozita të rëndësishme në qeveri, në institucione, në partije. Më thonë është person që e njeh terrenin, edhe sidomos e njeh edhe elektoratin e PD-s. Ajo që është më e rëndësishmja, është personi për momentin, po flas. Për momentin është personi i vetëm që është një farlloj konsenzusi i krejt grupacioneve brenda Partisë Demokratike të Kosovës. E kjo është shumë e rëndësi, për shkak se e mobilizon fillimisht bazën e vetë elektorale, mobilizon fuqishëm, edhe pastaj veprojnë për me marrë vota të parti tjera.